A duhet të ndalet Big Brother edhe në Shqipëri edhe në Kosovë? Çfarë dallimi ka It's My Home nga Big Brother? E kemi kritikuar një format tjetër jashtëzakonisht të ngjashëm, ku futeshin kandidatë të ndryshëm dhe prodhoheshin situata të tmerrshme. Pra kam fjalën për It's My Home, mirë po tani, çfarë dallimi ka It's My Home nga Big Brother? E ku Big Brother ka ende më shumë interes të madh se sa It's My Home. Ngjarja e rëndë që ndodhi të shtunën në transmetim live ku konkurrenti Joz Marku goditi me shpull konkurrentin tjetër Gjesin, është kulmi i disa seri epizodesh të shëmtuara që ky spektakël ka prodhuar. E kujtojmë që Joz Marku ishte edhe i përjashtuar më herët me zarf të zi për shkak të sjelljeve jo të përshtatshme, por produksioni vendosi të rikthente duke thyer edhe rregullat e veta, edhe duke dhënë mesazhin se gjithçka është e falshme për sa kohë që sjell vëmendje dhe klikime. E shumë herë Jozi, por edhe konkurrentë të tjerë kanë tentuar të sulmojnë fizikisht jo vetëm Gjesin, por edhe banorë të tjerë brenda shtëpisë, e ky moment ndodhi live në prime time ku shikueshmëria është më e madhe se çdo herë. E ky program sipas zërave kritik po i jep hapësirë individëve që nuk kanë as edhe një përfaqësim vlerash, as përmbajtje kulturore dhe as vetë kontroll emocional, dhe për fat të keq shumë të rinj, por jo vetëm, po identifikohen me të. E kjo siç duket po ndodh sepse ata po promovohen, glorifikohen dhe po arrin të kenë një shikueshmëri teje të madhe. E fatkeqësia e kësaj është se kjo po bëhet pothuajse nga të gjitha shtresat e shoqërisë. Një gjë e mirë është se u reagua masivisht kundër dhunës, por ajo që e bën më të rëndë këtë situatë është përkraja ndaj dhunuesit, edhe pse është fatmirësisht në masë më të vogël. Përveç komenteve kundër në rrjet, ka pas edhe komente pro Jozit, si dhe ndjekës të shtuar në Instagramin e tij, me arsyetimin e dhunës se kinse ai ishte provokuar vazhdimisht nga Gjesi. Unë mendoj që reality shows të tilla që eskalojnë në dhunë duhet të ndalen ose të pauzojnë përkohësisht në reflektimin e një realizimi më të mirë, si dhe zgjedhjen e personazheve, pse jo edhe stafit realizues. Ju shikues të dashur, tregoni në komente se si e shihni këtë situatë dhe a mendoni se duhet të ndalet Big Brother si në Shqipëri edhe në Kosovë.